Zoti ma rgoft. Masakër që kanë bërë Napoleon Zerva. 3 nete, 3 ditë, vetëm zëri i plumave, zëri i qenën natën, kofoma plot. Zoti Beqir, faleminderit shumë që po merr pjesë ke dokumentimi këtyre historive. Faleminderit për kohën dhe për mundin, se e di që tani ju jeni plot sa vite i ri? Unë jam 1936, për kam hyrë në 89 vjeç. 89 vjeç ke hyrë tani? Po, 89 vjeç. A të tënde 100 të tjera, i do dhe një 100 të tjera, apo? Se di baba zoti, të jemi mi me shëndet. Kjo ka rëndësi. Do më thuash pak ku ke lindur? Unë kam lind Paramthi. Paramithi. Paramthi, jo brenda qytet, por në fush Paramthi. Kemi pat kull 3 kaçe. Familja ime është nga familja më të pasura në Paramthi. Rushit, Bako, Ademaj. Baba jot si quaj? Rushit. Rushit ishte baba jot. Po, Bako, me emri i Tijatit. Ademaj? Ademaj tash na ka ndru partia. Po. Në kohën e partisë na ndrunë. Edhe datinën tonë që kemi linda ne më tanë. Si e kaloje ti si një fëmijë i vogël jetën tënde në Paramithi përpara se tu bënte gjithë gjenocidi? Tash ne kishim, babai kishte bakti, dele, më shumë se 1500 kokë. Kishte barinj të njerëzit tonë Paramithiot qam, edhe krye bari kishte vënë Cil Dimon, Vasil Dimo, krye bari, e kishte burë familje mirë të gjitha gjera. Dhe merreshin edhe bujsin. Poshtë shtëpisë tonë ishte fusha jonë, ishte lumi që mbillshin me misër, me grur. Dhe përpara shtëpisë, e gjithë deri në Paramthi, se do 20 minuta me çu Paramthi në shtëpia ime. E vetë nga kull që kishim familja jonë. 3 kaçe. Çdo gjë që merreshin vesh me gjyshin, me familjen Sali Muhedinin, merreshin me shenja. Kishin atë koqë të bardhë me shenja. Për të ardhur ose për të shkuar. Ma e mend që shkoja që kishim qenë të mëdhenj. Mirë që janë në zgjidhja dhe shkoja tek dele ku në mëngjes herë që po i mlishin ato delet. 4 barin që i mlishin. Dhe ishte një fik 100 metra më larg, se që ishte rrethu me mur, me gurë dhe me gjama, me në ato gjithë mëndre madhe, që utëshin 1500 kokë, mbi 1500 kokë. Ishte një fik që bënde hije, mos të them dhe diçka ndroni vënin, delet. Që i mirë të gjithë fiku i madhë, ishte, që të themun, 8 metra, 9 metra i nalt, edhe si pun çadër. Ma e mend të gjerat. Ma e mend që... Ju kishit vlezër e motra? Vlezër ose motra kishit? Po. Qa kishit? Ne ishim vllai i pari, Ademaj. Ka 5 vjetë ka vdek, qofti xhenetit aty ku është. Qofti xhenetit. Po kishte qef me shku bashkë me mu. Me parë, kanë shku niprat e besat e goca ime, tash me gjithë dhëndrin, se kanë gjetë dot. Se kanë ndryshu gjithë fushën. Se kanë gjetur vendin, po. Ju keni tentuar të shkoni? Unë kam tentu, se kam punu të klubi Tiranës. Jam marrë me sport, me mundja me peshngitjen, me peshngitje që ka qenë forcën. Kam qenë 30 vjetë. Kam punu me 10 shefa klubit Tiranës. Dhe ke tentuar që të shkosh në Paramithi? Po, më kanë caktu federata si përgjegjës. Me 2 mundjet, bësh kampionat evropian. Në 93-shin, në qeshori 93-shit. Më caktun përgjegjës ekipi. Mjall Qipo ishte sekretari federatës. A ishte zëvënës, unë ishte atë. Me gjithë lumëtëri me alkoholin, nën kretare e Komitetit Olimpik. Po më këthyn në kufi? Në kufi. Qa arsye të dhanë? Më këthyn je i padëshrueshëm. Analato, me vull. Edhe duke folë greqisht, do me thënë, ik qëro se do të bëjmë atë që për dhe. Në atë më dolin sportistat, ty pash sportistat. Tentun edhe 2 herë të tjera Vjorën Bezhani për të shku
deri në 94, no? 2 herë, no? Edhe shkoj te ambasadori grek këtu, i tha që është në pramëthia Peshkopisë, no? Edhe kështu nuk e provova më, sepse isha i regjistruar për me njollë të ndrova pasaportën që ma bën disa shok në drejtorinë e Tiranës, pasaportëzimit, po nuk e provova dhe atë. Nuk e provova. Nuk e provova sepse shumë vete që i kanë shku i kanë këtyre. Edhe me dokumentat vi unë, Beqiri që po inqizon, vjen vllai i Bogun, Bako, ateme, oficer ka qenë, u bë paramet, ka vdek edhe ai, dhe motra që jemi gjallë. E tjeni me jetë. Ja, falenderit. Dhe kështu e kaloje ti ditën, pra merje qend, shkoje... Merja qenë e madhë, po me raste, ma sa binin dajo të mi. Sidomos dajo, që kishte mbaru për doktorat. Rinte në shtëpi, mirte, lodhesha se ishe topalak, i shëndoshin. Edhe mirte, Kalipeqi mirte, në qafë, edhe shkonin në shtëpi. Sa ko vazhdoj kjo jetë e bukur për ty? Jetë e bukur ka qenë para se me 27 qershori 1944. Sa vjeç keni qenë? Napoleon Zerba, me ndartën dhe vetë, një masaka e paparë në pramëthi. Sa vjeç ishit ju? Gati 8 vjeç. Dhe kështu, masakër që kanë bërë Napoleon Zerba, 3 nete, 3 dit, vetëm zëri plumave, zëri qenë natën, ko fama plot. Do më aty vranë edhe gjyshin tim, që më të tregoj më vonë. Aty vranë dolin 2 dajat e mi, tati dhe Nuhu. Tati kishte mbaru për doktorat, Nuhu kishte mbaru për shkollën ushtarake të natën. O përleshën atje, i vranë të tërë. Ishe pa paralemruar kjo gjë? Pa paralemruar. Dhe kurse gjyshi ishte sekretari prefekturës të bashkisë të Paramthis, i cili e kam me fakten në gazetën me rastin e 15 dhjetorit të shoqatës Çamëria, që e kanë zjerë, kanë bërë një shkrim historianët tanë. Qa më bani mund ju gjithë të se kohë? Masa e morë në plaku në morin e gjithë. Ku ju? Të 4, me gjithë, nënën tonë. Zdini gjënë për këtë punë. Kur erdi gjyshe se edhe në qojnë mata lumit. Kalonim, që kalonim Mazrekun sipër që ishte të Kotra. Fshati më afër që Paramthis. Kur marri vesh, këshin arë në shtëpi, na gjyshja. Gjyshja qëndroj, sa ik i tha, djalit, babaj tim Rëshitit. Rëshitit kishte kalit tjetër me fëmije, edhe në njerëz tjerë të njerëzit tonë, që na morën disa bakte që ti kishte si punë pronem ashtu për të mbajtë fëmijët. Vjen gjyshja, edhe kështë shkuën andartët edhe një person i njoftur këj personi, që kishte për 20 veta, 50 veta, 3-4. Dhe njeri kështë thënë, ku e ke Rëshit Bakon, gjyshes. E shikon, aji që ishte si komandanti për gjyshëm, kishte marrëdhënie të mire me plakun tim, i njifte. Edhe duke thënë, ku e ke gjyshën, dhe thikë kështu me hartë. Edhe mera e kërthete, kënë thënë, ne kemi arë për Rëshit Bakon këtu, nuk kemi arë për nënën e Rëshitit tu. Nuk mere me gradën e. Shka atje, merë qatë të marrë. E tërheq pak të shkallti, zbet poshtë, nisën i poshtë, të grurit, të misri, dhe onë, u pret të ura vogël, se ishte një urë që kalamata, lumi kalamata që quhet.
i priste babaj. Këto gjëra më sana i tha gjyshja, Pa. nëna babaj. Të gjitha gjëra qa kishin dorë, ja që e thëmë, këj greku, qa kishin nga. Na të menën, unë nisëm, na mas dreku, rrugës të në qatë botë. Qatë botë futëm Konispolit, në kodat e Konispolit. Ishte, mos e pjët, kërthit që në banin, të vrarë, të plagosur, sa s'ka ku të shkoj. Ti veti ke parë me sy të tu, apo jo? Me sy, jo me sy, po rrugës duke rënë me gjithë tepsitë, me gjithë ato velenca që kishin pa plomat. Që i themi ne, jorganët, të meri madhë. Po futën në kanal, na futën prindin në kanal, në një kanal kështu. Edhe dolin në pusha, dolin kështu, e dinin rrugën se ku, edhe shkum Konispol. Ato ti 27, mas dite, mas të rejta shi, 6, 7, një shi, në siku edhe Zoti ma rëkoft, ata njerë që ishin që bën ata masakrat. Zoti ma rëkoft. Edhe shkon Konispol. Po Konispol në këta kuçukut ishin hynin e diqin pramëthine, po vinin në shpinë tonë. Ishte shtëpia me bereqeti, thonë, se edhe djati bësh aty, bagja, gjitha gjera të leshe përpunon, 1500 kokdele, dhe shdo me thënë, bësh tregtia. Edhe morën veç i kështë artë familjere shqitit, na morën na futën atje, ishin të vejgjit, ku e binim ne, se nuk thosh që gjyshi e dajo, o vranë kështu. I fakt në nësë. Ishte shtri do anë që në lodhja tepër, ishte shtri. Gjyshja në në bati ishte shtri në qoshe, i fakt. Edhe të këtoj për që do. Ishe vonë. Në vënd, që s'kam një fotografi, kam kërku edhe dajeve të që i kanë rojtë, që i kanë artë dalë të në Shqipëri, nuk kam gjithë. Edhe më delë gjithmonë në ndër. Më delë gjithmonë në ndër. E kështu erdhën Vlorëne. Kishim halën që i vranë të shoqin, motën e babajt. Mas 3 ditësh erdhe ja. Pagoj, ja. Më kujtojë si thashin në Vlorë që erdhe me motoskap. Ja. Se ndrynë, edhe babaj bëri diçka me njerës që njifte. Jipte se kishte atëre, ja. Ku t'i qënde. Edhe erdhi halla me 2 djemë, i këshim vratë të shoqin. Ja. Si e kishim vrarë? Këshim vratë që bajtën me mbrojt të jatin, Saliun. Më të rruga madhe të, pa unë gjithë të pazari. Aty bashka sa panante. Ka qenë lutroj, qesme lutroj. Ja. Edhe në Konispol që të sumë pak, edhe në Vlorë. Ne. Se s'indroj plaku. Edhe gjetëm shpit, gjitha gjerat, ja, ratë. Edhe krijoj një dyqan kështu, me fruta zafate, me pemë, të markato që ekziston sot, me një barange që ndërtonin shteti atërshë. Masa erdhi halla në Vlorë, u bashkum, erdhëm 49 në Tiranë. Plaku filloi punë degën e gazemimit, si punë magazinjeri. Baba juaj, deri kur Babai vit në kohën e Spartakadës, 4 kombëtar, 84. Edhe ai me infarkt në zemër. Me infarkt dhe ai? Me infarkt në zemër se... Sa vjeç ishte? 84-85 vjeç. 84-85. Po gjatë kësaj kohe, derisa ai rrojti, ka përmendur më për paramithin, e fliste, e kujtonte, e fliste me ty? Më thoshte, kishte muhabet, çfarë të them aty. E si njajnë prindëve ne. Ne si njajnë, unë si njajnë. Kishte muhabet ishte i veçantë, ishte i punës, Nuk t'i gjante që... Po, këtu kishim edhe dajot. Prandaj edhe në këtu në Tiranë. Pa. Po cilat ishin... 9 veta në një dhomë. Edhe ku të ura Alidemi këtu, të ura që është historike të ashti. Ura e tabakve? Tabakve, të ura tabakve. Ishte bank, ishte
një që kërcenin një barak e gjatë. Kishim një dhomë të madhe aty, dhe korespondonim ishte një rap i madh që kishim bërë një kasollë kështu, gjitha gjërat Atëherë kur sa erdhën në Tiranë, po thua? Sa erdhën në Tiranë, masa gjetëm shtëpi te një maj këtu, te një maj. Masa me qenë se isha ushtar në ministri, i thash këshilltarit të Beqirit, i thash shuk, çfarë thotë? Po merr Beqiri në telefon. Si ta shih, tha, urdhë, tha, të prerë, tha, merre shpejt e jepja Beqirin në dorë. Kush ka qenë për ju humbja më e madhe nga familja juaj, nga ky Humbja gjenocid? më e madhe ka qenë. Nëna s'bët më. Nuk bëhet se ka besit e mi, se tjerë s'kan në dhomën e madhe s'ka qenë asin në fëmijë. As vëllai madh, as vëllai vogël. Sepse Cilini, sepse ishin të dy dhe gjyshe ishte pa qef. Po mund të ishin kaq shumë sa s'ka ku të shkoj. Masaj vjen prindit e mi. Iku shpejt babai të sen, kishte edhe kështru. Masaj dajot. Gjyshi im, Sali Hafiz Muhammedin, me kulturë, me gjitha gjërat. Pse vendosën ti masakronin çamët? Vendos ishte pa drejtësi, masaka që hynë. Nuk dëgjosh gjë tjetër, edhe fëmijën merre mend gruan e huj, i qitën edhe fëmijën në barku. I qitën, nuk duhet të them emrin, sepse njoh. Tokat që pasuria është e pavdekshme. Merre mend në shtëpia jonë me pistolet ose push që është mbi 1500 metra, deri te toka jonë, deri në fund te fushë aviacioni që kishte Paramthia, që kufizosh në Krikohori, Maglliçi, afër që kishte fushë aviacionit. Tokat pa fund. Domethënë kishim ara, bajame, ullinj, portokallë, limon, të gjitha gjërat i kishim. Gruri po, për shpinë. Se më ishim me tregti e mele. Qa janë gjëra që ti si harron dot gjatë asaj rruge që ke parë me sytë tu, gjatë kohës që po ikshe nga Paramithia për në Konispol, që i ke parë vetë, masakra që i ke parë? Nuk di si të them. Nuk di si të them. Nuk di si ta shpjegoj se si binte tjetërin. Me dyngun e vetë, me pjata, me tenxhere, me binde, po i vdekur. Luft, ami me. Ata kanë qenë, ju keni qenë të armatosur, apo jo? Të armatosur fare, që të armatosur. Të armatosur. Vetëm plaku që kishte një pushë edhe një pistolet. Që kishte me le, se kishte gjitha të pasuri. A ke pasur gjatë jetës tënde makthe për këtë periudhë? Ka dalë në ëndër? Shumë edhe më ka dalë në ëndër edhe nëna që është në Konispol. S'mu ka thënë që të tregje me eshtat. Do vje ajo ditë, pa mbyllësit. Pa, e urojmë. Të merr malli për Paramithin, për jetën që bëj atëherë? Tash unë më merr malli për tokën time, për vendin tim, për gjyshit, shtëpinë e gjyshit. Ja, e kam aty. 3 kaçe. U kthy shtëpia e gjyshit 27 dhoma. U kthy në spitale dhe në çfarë të them aty, në të gjitha gjërat. Vetëm shtëpia e Sali Hafizit. Më dini, shtëpia e Tjatit Takut Abdullajt, e Dajos Abdullajt, e Tasinit. Do na i tregosh pak këto fotot? Po. Na i shpjegosh pak? Kjo është familja ime, kjo është gjyshja. Kjo është gjyshja, kjo është babai, kjo është vllai i madh, ka vdek. Këtu jam unë, këtu është vllai i vogël që ka vdek. Këtu është motra. Këtu është halla. Ramet pas. Këtu është çuni hallës, më e dini. Këtu është çuni hallës, Ibrahimi. Këtu është goca Tacini, Firuzja, doktoresha që ka qenë, doktoresha Lagja Nën. Në këta unë motra rojnë.
Në gjithë që familje këtu. Nu, doktori, e vran këtë edhe tatin, dajon tim. Tatin të madhin edhe gjyshin. Gjyshin për para, masaj, tatin, masaj nu. Ky është gjyshit nga që mbaja ati. Ky është gjyshi Salia Fyrzi. Ta e ketë shkrujtur me gjitha gjerat. 15 dhjetori me rastin e shoqatës Çamria. Këto e therën të parën dhe pastaj edhe dy fëmijë. Ky gjyshi i bëri thirrje. I bëri thirrje që jemi vëllezër, jemi kështu, qa keni, qa halli keni, të gjitha. Dhe që ndodhi, si e vranë? E vran, unë gjendë gjakrat aty dhe e vran, në vend të futëshin thirrën, se shumë veta kanë therë, edhe familje. Familje doget, mos e pjot fare. Si që më thot gjysha, si që më thot halla. Çamrin një alan Greqisë, Kosovën një alan Serbisë, një pjesë tjetër një alan Maqedonisë, onda Shqipëria, ala sot ashtu ka ngelur. Po Çamri bërën shumë asaka, edhe Kosovë ka bërën shumë, po jo si Çamri. Gratë, barbari, prisnin kështu i nxjerrin fëmijët, i dogjën. Lere më që masa unë më drëtë trupi kur i dëgjoj ato dhe hiki. E thot djali imi, thamë që kanë hiku këta në Çamari, në atje në paramëti. Tha beni unë ku nuk shkoj atje, thamë duku si këtë gjohë urime, tha. Djali që është në Amerikë. As dua t'ja shoh soratin ati vandit, tha. Dhe thanë, edhe fëmijët tanë kanë urrejtje, se kur dëgjojmë të masakra, më është keq. Jam nga Spatari, nga Filati. Sako bravo ishte baba ime. I thot një grek, ishte Miltiadi quhet, ishte farmacist, ishin mitësi familjare, po ishin ortodoks Çam, nuk ose janë grek ata. I thot Sako mbledhi të gjitha Çam Spatariota, ata miqtë tu të hikin, tha. Brëm është bërë mbledhje e madhe edhe matë se do i verasin. E baba imi lajmëroj. O, që kemi bërë që këtë, s'kishim bërë asgjë ata. Dhe si kemi bërë asgjë neve, ne shkojnë mirë me ata. Se gjithë pasë ato që punonin ati ishin nga këto. Grek themi ne, po Çam ortodoks të varfa. Ati punonin të shpitona, do më thënë gjithë milqari, i kanë bajtur shumë mirë. Po mirë, ju i queshit shqiptar apo grek? Shqiptar, ore. Po kjo është e keqja, se ishte kishim një barin neve tha, nuk e di si quesha Spiro Koço, pa ai nuk dinte greqisht, ta prisnin shqip se ishte shqiptar, ta erdhe në ndar të grek, mua më thanë ta se s'kam qenë, po erdhe në garde për si jeti, ga jeti Çami, thot, po si quaj Spiro, Çami jeti mareta, ti je grek, jo as jam grek e thosha, folmo greqisht, prista i se se dinte, e ranë për vdekja, e më në që bëshin. Po ju ti vetë ke pasur njerëz që kanë humbur jetën gjatë? Jo, në familje jonë ikën për para. Se i lajmëruan baba, një ikë se do vrasin dhe macet kamë. Ata që dojnë s'dëgjuan, po shumica ikën, dajet e mi ikën ato. Po dajet ishin komunista, të tre ishin partizan. Qamili ishte me Amin, amista, që luftonte për ata. Ju si quani? Esma, Rahon nga babaj. Sa vjeç jeni? 79.